Jeta ime ka filluar në shkollën fillore pikërisht nga kjo që shikoni mbrapa. Faktikisht në atë kohë kjo shkollë nuk quhej Demgjeli siç quhet sot, quhej shkolla numër 1. Kam kaluar fëmijërinë time nga klasa parë deri në klasën e 8, pikërisht në këto rrugica, siç po luajnë këto çuna sot futboll, kemi dërmuar gjunjët në beton. Jam shumë krenar që jam shkolluar në qytetin e Fushkrujës në shkollën numër 1. Faktikisht shkolla ime ka qenë në një vit të mbrapsht, siç quhet, sepse unë kam qenë në klasën e parë në vitin 1997. Ne nuk kemi bërë festa betare fatkeqësisht. Mësimin e kemi bërë tek shtëpia e zonjës Faria Demergjiu, një zysh cilën unë e kujtoj gjithmonë. Ndërkohë, më kujtohet si tani kur kishte marrë drasën e zezë dhe ajo na shkruante gërmat kur ne mësonim betaren pikërisht tek shtëpia e saj. Ndërkohë, pas klasës 4, zysha ime kujdestare ka qenë zonja Shpresa Leti, cilën unë e përshëndes. Tani e kam një nga bashkëpunëtorët e mia më të ngushta në shtabin tim. Përveç shkollës, pasioni im ka qenë futbolli. Ëndra ime ka qenë të bësha futbollist, por ndërkohë jeta ime mori rrjet tjetër.